këtë vendosjen, produkti serb më pas përparësi ndaj produktit shqiptar. Që kjo është moja kravica, është qumsht që prodhohet në Serbi edhe që shitet bashkë me mira produkte serbe në tregun e Kosovës. Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini të ngjedhën analizë. Shkojna me në Rodhës. Beratovici, sepse nuk po na lën vend kërkon me dezinformata, duke dezinformuar për Albin Kurtin, qeverinë Albin Kurtit, edhe pa dyshim neve që mbështesëm. Kështu që miq, ky nuk ka lënë sen pa thonë, pa kritikue kompaninë Vita. Atash, ko ka dalë me një propagandë, me një video, pe krahazon Tomlin Vito me një Toml apo qëmë servis. Po ma mirë mi shkojmë të ndëgjojmë vitin, ju lutem të diskutojmë së bashku. Shkojnë miq. Që e qumshti Vita, që është qumsht që prodhohet në Kosovë, edhe për dhe rreth të cilit u shkaktu një debat i madh shoqëror në momentin që 25 inspektor zbarkun në fabrikën e Vitës. Sigurisht që ka kohë që çdo debat në vendin tonë pa marrë parasysh për çka është debati, bëhet debat politik. E ku është problemi këtu, Beratovic, që ka zbarkue para kompanisë edhe ka kontrollu kompaninë? Pse? Po çfarë arsye po kritikon? Do më thonë si mas teje nuk pas ka drejt inspekcioni me shku me kontrollu apo çka? Po shkona me që. Për dhe kundër qeverisë, për dhe kundër oligarkëve, për dhe kundër çdo gjaje. Manej, këta që e dojnë qeverinë në të verbër, thojnë, mirë që a keni ju që shkun ata atje. O psikopat, o njeri smut, o njeri invalid, s'ka të bëj kurgjë, fabrika e qumshit me politik. Qeveria don me ditë çka po anë populli don me ditë çka po pin, o i lope gjallë. Do të me pas kontrol. Ku është problemi? Po shkona miq se na shtanë të tregon ma vonë. I pata të vedot, po kom folën e për këta. Kom folën e kur s'keni guxu ju me fol. E po... S'është e vërtet, o njeri smut. Nuk është e vërtet. Do më thonë, atëherë ti ke fol, atim pse? Pse s'kan të pagu. Tash, po fol, pro tyne, sepse po të paguin. O gjak prisht. Ne i dim të sanë. Edhe ti din të sanë. Ta kanë fry gjepin, po. Se për ndryshe, hënë qyre video tua që ka ke thonë ti për të voltë. Do i publikoj nesër, një video tjetër. Do të regoj se që ka ke full ti. Po shkojna miq. Pse kanë zbarku atje? U përmen kryesisht Vaj Palma. Vaj Palma, se tash bëhet se cili kimist këtu dhe i njeh këto gjana. Jo Beratovic, jo se cili, pa i që i ka kry shkollën. Se cili u konë kur ka qenë opozita. Por jo me Albin Kurtin. Edhe kur ka qenë opozita, si ka kontrollu fare heq, ka bo që ka ndasht. Kjo probleme, këtu po të dhamë ty, që për ta të kam pagu ty. Po shkona me që i të regojnë a kina. E para Vaj Palma vetë nuk paraqet kur farë rreziku për shëndetin e njeriut, sepse Vaj Palma
kanë shumica e biskotave dhe embelsirave që ti i hanë çdo ditë të shtëpia jote e për O psikopat, o njeri smut, o dalsh mes, dalsh fare, kret. Nëse une i blej biskotat, une di që i kanë vojnë, edhe havë me dëshirë. Por nuk e blej qumshtin, apo tomlin, me vaj, se s'po du. Nuk po du qumsht me vaj palmes, po du qumshti me konë qumsht. Ato që ka e blej une, mos ta tregoti o Beratović. Mos ta tregoti neve se ne budall nuk jem. Populli budall nuk është. Po ne po të më ashiti këto kujna. Pra ata që i blej une, edhe blej qytetarët, e din çka u blen, është diçka tjetër. Shkruan që ka vaj palme, edhe blen, na në rregull. Po kur thot është qumsht, edhe del vaj palme, del plën, kjo është e lejushme. O gjak prisht. Kjo është ajo. Shkuna miq? cilën gjo, unë nuk inkurajoj kërkan me përdorë vojnë palma, sepse Po kusht ngon ty, o njeri smut. Kusht ngon ty, Allah. Njeri gjallë. Se se meriton që të jetë të formus. mundet me ndiku në rritjen e asaj që quhet yndyra keqe. Bravo. Raporti fillestari, inspektor. Ti gotash, o psikopat, o majmuni i vaj palmes, Gomir Beratović, Gomir, pse? Ka zbarku. Ka konstatu që 26 produkte me vaj palme me qumsh plur. 26 produkte, jo një produkt, tek vita. 26 produkte, ja po. A di që ata me thonë, o psikopat, 26 produkte me vaj palme. Kjo është Armend Muja, ministri që ka kontrolu i bujqësisë. Jepi tamon që duhet informimet, o psikopat, ju kush pagun. Ty të intereson a në mod popla jo, ty të intereson leko, o gjak prisht. Që ndryshë së unë së më të kuptoj ty. Më qu, me kritiku, ministrin, pse ka zbarku, fabrika Vito, por me kontrolu të qumshin. Kjo është në analizë. Po, sa me bu, shkujna miq. Ta shtalizoj, për korekci. Go. Kjo është raporti fillestar. E para, thot që janë konstatuar 28 ton qumë shplur, të cilat ne i kemi gjërmu pashtu dhe kanë ardhur nga Bosnia e Hercegovina. Janë lokalizuar në depën e tyre. 8 ton qumë shplur, proteina qumshti, 25 ton hir pluhur, dhe pastaj 20.3 ton vaj palme. Pra, janë përdorur produkte, janë plasuar produkte pa u regjistruar dhe pa autorizim. Lejo t'ju them që pa asnjë fije dyshimi, qumshtoria Vita prodhon qumsht të përzierme, vaj palme dhe gjitha. Nuk i ka produktet e pasura 100% qumsht. A ndëgjove o psikopat, o njeri smut, o Beratović. A ndëgjove. Kjo është arsyeja. E para, e dyta, për çfarë arsye me përdor vaj palmen, me bot qumsht, për mi dëmtu fermerat tonë. Çka do të bën fermeri shkret?